nesër. Por, nesër, me çdo gjë. Po këtë po them. Këtë pa, se bukur është. Për kë? Për mua. Të më zgjatet më shumë podcasti. Po pra, pikërisht. Nga 20 minuta, 30 minuta, bëhet 1 orë e gjysmë. Po pra. Jo, me të se. O gocë, për te shakave, që do gjë që të ndodhi nesër, për kundra, ja, asnjëri nuk vjen me këtë mendje. Po erdhi me këtë mendje, dihet që e ka. Por nga një e ka javën e parë edhe kaq. Unë mendoj, pavarësisht shakave. Unë mendoj që edhe nëse çdo e keqe e ka një të mirë, sepse edhe ti mundesh të shofësh. Pastaj bëjnë kishte hall tjetër, se tha s'po vinë për atë person, nëse e bëjnë për. Qetso. Jo, tem Vlerina kishte në tjetër. Po ti s'ke pse ti overthink gjëra. Po, është ai problem. Është ai problem. Është ai problem. S'ke pse, sepse ti thjesht duhet shijosh këtë që ki këtu. Edhe ta shijosh kështu siç është, jo duke e overthink gjë. Okej? Hajde tani ikim. Së morë mend me gjithë të gjërat që kemi bërë. As 10 minuta as bëm. Po ndryshoj kjo klima kështu me bezdisku, ndryshon 100 herë. Tani o ftohtë o vap. Edhe për Qa po? Po. Ka më shumë njerëz që po e shohin gjën si jo shumë okay. Personin apo gjën? Personi dhe gjëja që personi bën. E di. Pavarësisht se thash nuk do jap asnjë mendim për këtë gjë. Po. Është më mirë kështu. Po. Me sukses. I zoti ponit. Ponxhiu. Qa peshku të duhet ty, koca apo lavrek? Personin. Kjo koha shumë e çuditshme. Çfarë peshku do personin, koca apo lavrek? Koc do në të sonë. Koc. Po i kam qit me i shkri. Okej. Qofte do t'i bëjmë apo jo? Si të dush. Shohim sa janë total, se si kam numru koca. Po, shumë. Se s'na vjen më muzikë si mas të. Se na ngrej dopaminu të? Do na vini zarë. Tani, a? Po, tani zakonisht në mëngjes vjen një. Për mirësa ardhje. Po pra. Jo, koha që ndryshon shumë shumë të fare.
Edhe me foundation të tëndë jam. Ja, shif. Thank you. Uf. Të gërëve me qi, se dush të në gjithë. Një përgjishme. Dhe të rregulloj pak situationin. Okay. Ky është një produkt interesant. Po. Nga që ishte rregulli që do merrnin vetëm një valizë në fillim, ka marrë shumë pak gjëra. Vetëm ato që e di që Dhe unë kam pas një të problem. Me sa duket është thyer rregulli. jo, prandaj kam kaq se kur kam kërkuar shumë tjera, kanë se domethënë ku e di ai shkreti ku janë gjërat e mia. Po. E bone ti? E bone gjuni? Jo, me vaj jo, po do bëj ma vonë me vaj, po marrë, po i thëmë Vanessa se s'di ku i kolon. Qa vaj ishte, si e kishte? S'kujtohet. Ja ti them Vanessa. Është te make-up. Vanessa, më kishe pruat vojin, dvardhin, t'ja ja për i lirit të përdorin pak për brit. Ata shohim ju. Hajde lezoja. Vajrë u mërë. Ja ata vetëm. Zhaku të agaj. Sot bëjmë peshkun? E qita më shkri. Ta kisha qitë më darkë pa rohë. Që është kjo sun cleaning? Cleaning. Sun cleaning. Cleaning. Dhe tjene e kompania... Pastron gjamat. Gjama duken. Gjamat e gradacieleve. Që do jetë kjo? Po. Po, si regull po. Nga logo.
Në po gjitha ato pallate me xhama, Uf. si New York. Me I pastru duhet njerëz që varen. Ajo biznes. Duhet strukturë, se s'ke, Ajo ose është njerëz me biznes. imbragaturë, se nuk ke se si. Një qytet ku dalin kështu kullat, ajo biznes. Se o do I mash pastër, o bohen skandal. Po, normal. Dhe në Shkodër janë të baj kull gjigante. Në qanër. Po, kam një kjo atë. Që ne s'kina pas heq. Unë s'jam kundër kullave, po thjesht ken dizajn bukur edhe mozen hapësira publike dhe mozen rrugët. Se rrugët po kanë morë fund komplet. Ajo kull është, S'po din njerëzit ku me ecën kom, jo më makinat. ajo kull është shumë e bukur Trotuarët me. janë ngushtu fare, kupto se vjetë ngre pallatin ai, vetëm edhe 2 metra nga trotuari. Ajo Se është ven, është kull shumë e bukur, isha të thonë për Shkodër, ajo që po bëjnë Shkodër, shumë e bukur me e pak kështu, por një qytet si Shkodra, në qendër, ku nër tjerat, në sa diun është një lloj rregulle që zonë storiko. nuk mundesh pa më ndërtu s'ke, mi interkat. me Ajo ngrit. thjesht është Stonon. jashtë kontekstit, Stonon. kullat bukura, sa dush. Se çdo qytet ka zonën storiko. Po, pra, edhe historie, zonën moderne, po. Ka dhe qyteti modern. Po. Duhet me bilancu zonat, jo... Qa më thonë? Që më thëmë? Iku e veni. Po puna janë rrugët e trotuaret që më zenë. Edhe këtë hapësira publike. Bibi, që I të ba? Si po pini cigare, ti kush të lejoj ty me pi cigare? Po, shumë bukur. Kjo Që janë është. ta pauza kështu, auto, Ha? brem pun. Vdes. He, Të shqetësohem pak se më hypi kjo gjëja dhe erdha. ja, unë jam shumë shetiko me këtë pjesë. Së gjatë duhet mu ba me karar. Merë I zonë, që s'ke kur gjo, edhe jepi. 700 kulla, sa dush. Ajo do jetë zona e re e qytetit. Po jo pa sens. Tu me ba mikse, që në Romë, ti e din, se jeton vetë. Roma është pjesa e eur, Që aty është pa, moderne. aty pa, sa dush. Po ke pjesën e vilave, ani nga... Po, Tu shku nga Hostja, ke pjesën e vilave kënej, ke qentro storiko. Jam nda me gjonat, nuk mund... Në zona rezidenciale nuk mund ngresh kulla. Rezidenciale themi që ka një lloj dizajni, vila 2 kace, 3 kace pra maksimum. pa. Ndoshta dhe originaliteti. Në thojza. Dhe ajo që habit më shumë turistët është përzierja, atë që po thot edhe Moza Gjupari që këto 10 vite dhe fundi e kam menu vazhdimisht. Që ti ec me një rrugë dhe nuk e di se a je në Azi, a je në Turqi, Po, po. a je në Evropë, a je në Amerikë, a je në Afrikë. Sepse ka lloj dizajnesh, lloj ngjyrash, lloj... Pra e po thamë, pra një qytet si Shkodra, për shembull, e ka rujt një farë identitetit. Ti shkon në Shkodër, thu, jam në Shkodër, e kupton. Kurse ka Tirana, është pak ndryshe. Smerët vesh ku je. Nëse nga janë mu nuk është se më dje keqë, se është i gjo shumë e veçantë. Po, po, është të Se vërtet. unë e shoh dhe me syrin e turistit. Normal, allon. Ti ke lokalin e tasje babit, në gjitë me lokalin e sushi me Po, përsyje. ekstra luks, po. Ke Gradacelen, ke dhe shpim përdhese. Ky lloj kontrasti, si në ushqim, si në ndërtim, si në jetë, si në veshje, krijon një larmi kulturore të jashtëzakonshme. Kjo atë vibe-in e qytetit. Edhe vibe. Parë me syrin e turistit, Po, po. nga ana ime është diçka që
godet. Për mirë e për keq një lidhën kohë, por ama godet. Jo, për shembull përgjithësi Tirana pëlqejet. Unë sa kam një këto shok ose njofun ose edhe në avion tu fol, hema të pëlqej Tirana se unë baj muhabet. Nga tuj s'kan Edhe i pëlqen shumë. Thoni qik pluri, qik gjëra, po edhe gjenë edhe më shumë shërbime se sa në vendin e ty. Po, pa diskutim. Ku ka shansë në Itali të thush, tu ishtë mjepi qik Wi-Fi. Po. Habiten nga taksit. Habiten nga taksit, habiten nga shërbimi. Taksi, gjithkund. Çmimet si kur të nalojshin këtë pikë, që janë edhe këtë pikë janë lartë, po si kur të nalojnin këtu ku janë, Po. ishte Më e marrë. shumë gjë e madhe. Se po të hypin akoma do i binë kokës vetë. Gjithë investimet që kanë bërë do morin fund. Do i umë. Do largohen. Me afru turizmin është shumë e vështirë. Me largu është për i sekondë. Plus edhe duhet më investu në qytetet tjera, dhe më thanë. Duhet me investu në qytetet tjera. Sepse ka kaq shumë pasuri ky vend. Nuk ka vetëm Tirana, kupton. Përveç Shkodrës se hajtë mërzit të thonë veç Shkodrën, po. Ka shumë qytete tjera, po e di pra, po me investu në po, duket se po investojnë. Ato që janë... Për shembull Shkodrën unë e shoh ndryshe. Me men. Shkodra është u lviz. Është u lëviz, Ma pastër, ma rregullt,